Gjykata administrative e zbardhi më në fund vendimin për tecin lundrues, të cilin 3 muaj më përpara e rrëzoi pa shpjegim. Tha thjesht rrëzohet. Tani e ka zbardhur. Ndërkohë, gjatë tyre 3 muajve kanë lundruar në offshore $94.500 çdo ditë. Dhe vendimi i gjykatës është që le të vazhdojnë të lundrojnë paratë e shqiptarëve në offshore. Ky ishte vendimi. Dikush mund të thotë po, ndoshta ka bërë ndonjë punë ky teci lundrues. Realisht nuk ka bërë asnjë punë, madje në disa orë gjatë një muaj që mund të jetë ndezur, përsëri ka gjeneruar një vjedhje të vogël për të mbuluar këtë vjedhjen e madhe që bëhet çdo ditë, për arsye se çmimi i blerjes së energjisë në treg është më i vogël se sa kostoja e prodhimit të energjisë së 1 megavati nga teci lundrues. Tani jemi sot për faktin se në këtë zbardhje ishte një qëndrim totalisht i papërgjegjshëm i gjykatës, ishte një tresh aty po kryesoi nga Ramiz Blala, i gjykatës që e zbardhi këtë vendimin duke e mbushur me 80 të ca faqe, ku ishte përfshirë aty dhe ekspertiza e gjykatës, që në fakt ishte copy-paste e një lloj testi që është bërë aty në vitin 2024, pra pikërisht gati një vit e gjysmë më përpara, gjatë sa periudhe kanë vërshyer lekët pafund, domethënë, lundruar, përdorëm ne këtë metaforë në offshore për tecin lundrues. Dhe në ndonjë ditë që ka punuar ka nxjerrë tymaj, siç e tham, ka gjeneruar humbje, vjedhje, mund ta përkthejmë ndryshe, pikërisht për diferencën e çmimit më të ulët në treg me koston shumë më të lartë që ka ky tec lundrues. Tani vim ke çështja e gjykatës prap. Arsyetimi i gjykatës që tregohet tani mbasi u zbardh mbas 3 muajsh, keni parasysh dhe kohën 3 muaj zgjatje për ta zbardhur, për qëllimi i cili është që të vazhdohet të vidhen para. Se kjo është vjedhje e paktën. Dhe pra, themi prap ke çështja juridike, rrëzimi është për arsye të procedurës që është zbatuar në funksion të vendimit të qeverisë, e mbaj mend dhe vendimin, dikush është marrë me këtë me çështje, mund ta kujtoj gjithashtu, 757 të 12 dhjetorit 2021. Tani, ky vendimi normalisht është një vendim që duhet merret spaku me këtë vendim të vitit 2021, për arsye se ka qenë një vendim në tetor të vitit 2021 për gjoja emergjencën e energjisë. Jo, gjoja, në atë periudhë mund të ishte vërtet një lloj emergjence për shkak të çmimeve të larta në treg, dhe ere duhet merrte masa, keshi duhet merrte masa për të kursyer, për të reduktuar, për të shikuar mundësitë për të zbutur sado të jetë e mundur çështjen e vështirësisë që kishte për energji elektrike në pikpamjen të çmimit, jo të volumit. Dhe, okay, kjo ishte normale. Mirë po, pasi bëhen disa negociata si duket me këto offshore-ët, arrihet në konkluzionin që jo, Shqipëria duhet ketë një impiant termik, domethënë ta marrë me qira këtë impiantin termik. Edhe del ky vendim i famshëm 757. Mirë po, këtu tani është logjika fare e thjeshtë. Ti do marrësh impiant, do e marrësh me qira, do paguash për qiran. Do blesh karburanti që ti nuk e ke. Nuk është se ti e ke dhe do ta blesh karburant, një karburant i veçantë që duhet bler nga importi. Duhet
marrësh, të paguash profesionista që do ta vënë në punë, punëtorë dhe specialistë mungojnë këto në Shqipëri. Dhe ti me të gjitha këto gjërat që të gjitha duhet të importohen, duhet të konkurosh me atë që e ka atë impiantin termik aty, në Serbi apo në Maqedoni, dhe do konkurosh me ato, me këtë lloj vendimmarrje. Pra kjo në vetvete duhet parë, natyrisht aty u eliminua në gjoja një tender që u bë dhe një kompani tjetër që e kishte me njerëzshme të gatshme, se e kishte me makina që vinte instalohen me njerë, edhe vendimi, në fakt, vendimi, thot një shpreh aty që duhet të jetë lehtësisht e instaluar kjo çështje për arsye të emergjencës, dhe ajo u skualifikua. Pse u skualifikua? Për arsye se në tender që u bë nga Keshi, tha që fituesi duhet të jetë që të jetë lundrues, duhet që të vinë në Vlorë, e tjerë. Ndërkohë, ai tjetri nuk e kishte lundrues, atë tesin energji që do siguronte, e kishte thjesht në terren. Dhe ai u rrëzua, normalisht ishte paracaktuar, kjo ka dhe lajme që ishte paracaktuar. Pra ky është ai vendimi 757, mbi bazën e të cilit ajo që ndodhi është gjykata e përdori këtë si argument, që është ky vendim, pavarësisht se ne nuk kërkonim të rrëzonim vendimin, ne kërkonim që të gjitha proceset më mbrapa këtij vendimi, që ishte deklarata mjedisore, leja e ujit, leja për prodhim energjie, e kështu me radhë, të gjitha këto të tjerat, ne kërkonim që të rrëzoheshin për arsye të shkeljeve të ndryshme që ishin në secilin prej këtyre lejeve. Edhe në mënyrë të çuditshme, për arsye të vendimit, rrëzohet padia e qytetarëve të Vlorës dhe organizatave të shoqërisë civile. Tani duhet të sqarojmë edhe një pikë tjetër që gjykata e kishte përjashtuar, edhe pse paditësit e argumentuan që leja për prodhimin e energjisë është e gënjeshtërt, për arsye se testi 72 orësh në gusht të vitit 2024 që është bërë nga Keshi, në mbikëqyrjen në Keshit, është fake, për arsye se në kontratë duhej që testi të bëhej me naftë të rëndë. Dhe nga argumentimi që i bëri shoqëria civile dhe banorët, aty u provua me argumenta. Një nga argumentat është që në vitin 1998, kur sapo kishte dalë nga fabrika edhe u instalua në Bangladesh ky tesi, ISF-ja, që është krau ekzekutiv i Bankës Botërore, pa të bërë një vlerësim të ndikimit në mjedis. Dhe në testin e bërë në gusht 2024, mbasi tesi kishte punuar 20 vjet në Bangladesh dhe 4 vjet kishte ngelur pa punë aty dhe 2 vjet pa punë këtu, del që parametrat e ndotjes nga ky tes janë edhe më të mira se ato të vitit 1998. Ne e depozituam të notarizuar të dokument dhe shumë të tjera, edhe video, madje duke krahasuar periudhat e ndryshme, që është fake. Dhe pala e paditur Keshi në këtë rast nuk e mbrojti dot që testi nuk është bërë me naftën që duhet të bëhej sipas kontratës. Pra, realisht është një test i gënjeshtër. Dhe gjykata, kjo është çudia, se për këtë jemi sot, gjykata e ignoron, nuk e mori fare në konsiderat, nuk e ka përmendur fare këtë çështje. Megjithatë, ndoshta do dalë e vërteta, spaku e ka në netim këtë, normalisht duhet, ka një vit paktën që është bërë nga ana jonë, në kallëzimi duhet kishte avancuar në këtë çështje, e vërteta do dalin në shesh. Nuk besoj që ato parat që kanë ikur në offshore
do të mund të kthehen në Shqipëri, nuk janë pak, janë 68 milion, plus miliona të tjera të shpenzuara këtu gjoja për instalimet të ndryshme kështu me radhë, që nuk janë të përfshira në këtë shumë. Është e vështirë që nuk ka shanse, madje do thoshe unë, që të kthehen ato. Por një merak i madh është, dhe nuk e di se si ekzekutivi nuk ndërhyr në këtë drejtim, është fakti që ndryshe nga vendimi i famshëm i 757 që thoshte të merren me qira për 2 vjet, ky tet tani duke e ndryshuar, duke devijuar, i kalon Shqipërisë peshit normalisht, si i shqitur me 1 euro. Pra, gjoja bëhet pronë e keshit. Tani, problemi është që në momentin që do merren gjithë këto paratë që mbarojnë në gusht të vitit 2026, të këtij viti, pra, teci do ngelet aty në Vlorë si fosili. Natyrisht nuk ka për të punuar asnjë ditë për arsyet që tham, po edhe për arsye se kapacitetin Shqipëria nuk ka për të vënë në punë një diçka të tilla, ajo u vën punë me punëtorë të huaj nga Bangladeshi e ku diun se çfarë, dhe ai do ngelet aty thjesht për të bërë tendera dhe për të vjedhur akoma nga kjo fosile që është instaluar në gjirin turistik të Vlorës. Ky është një shqetësim i madh dhe shpresojmë të ketë një ndërhyrje edhe nga organizma të ndryshëm në Shqipëri, jo vetëm për vlerën e madhe të vjedhur, po edhe për një lloj dënimi që i bëjnë shoqërisë shqiptare dhe ekonomisë shqiptare, duke e lënë atë aty si një fosile, si një pasqyrë në një farë mënyrë tjetër e shëmtimit të një vendimarrje të tillë me këtë tecin e famshëm lundrues që, siç e thamë në fillim, po lundrojnë miliona para në offshore. Kaq për këtë radhë.